poplin në Vllavrasje. Do t'i gaba. Nga çka informacione ke deri tani, çfarë prognoze ke do unë? Është protesta e radhës, është revolta e radhës, apo regjimi do unë është duke pritur në një zgjidhje politike për të mbijetuar? Situata ndërkombëtare është shumë ndryshe nga ajo që ishte në 2022 apo në protestat e mëparshme, sidomos ajo revolucioni i Shqilit 2009 pas zgjedhjeve të vjedhura. Kriza në thelb filloi në mënyrë shumë të thjeshtë që prek xhepin e çdo iraniani. Zhvlerësimi i monedës është katastrofik, një rial vlen në sa 1.000 riali është monedha zyrtare e Iranit. Do me thënë një zhvlerësim i tmeshëm i monedës, një rokopuj ekonomike. Ata që i kishin qenë ashti i revolucionit të 79-ës, pra jo, shoqëri klase mesme, bazarit e tregtarëve të vegjël, por shoqëria mirëgjër ishte ajo që reagoi e para për sa i përket protestës, e cila u thirr për arsye ekonomike. Dhe këto arsye ekonomike kanë ardhur për shkak një nga sanksionet që janë të tmeshme, që kanë mbytur ekonominë iraniane, dhe dy nga humbjet që ka shkaktuar lufta e vazhdueshme që Irani ka promovuar ndër vite në rajon, nëse kemi parasysh burimet që burimet që mund të ishin investuar në ekonomi, në infrastrukturë, në mirëqenien e iranianëve, kanë shkuar për këto luftra që kanë rezultuar të humbura, brishtësia e regjimit që tregoi lufta e 12 ditore e qershorit. Kjo provokoi një mosbesim, se duhet kujtuar që Irani është një qytetërim i vazhdueshëm me një krenari të madhe, dhe ato lloj civilizime. Ashtu si Kirit dhe Darit. Nuk janë ndryshe nga janë krejt tjetër nga arabët. Nuk janë arabë. Ato lloj civilizimesh nuk e largon një qeveri vetëm se ke qeverisë, aty nuk flitet për mirë qeveri. Edhe kur humbasin lavdin ose tregojnë të paaft për të mbrojtur sovranitetin, të paaft për të çuar përpara interesin kombëtar, sepse aty kanë një krenari kombëtare shumë të theksuar. Dhe brishtësia e regjimit, lidhur pastaj me thirrjet që erdhën dhe nga zoti Trump, i cili inkurajoi protestat, nga mbështetja që me sa duket është rikthyer në një farë mënyre e nostalgjikëve të Shaut, sepse një nga protestat u thirr posaçërisht nga Reza Pavli, i cili kërkoi që të dilnin në orën 8 të ditës së shtunë, nëse nuk gaboj, dhe ata u përgjigjen në mënyrë të koordinuar kësaj proteste. Do me thënë, ka një reagim shumë të ndërlikuar, por thelbi është ekonomik së pari, dhe këto arsye që e kanë çuar në protestë Iranin në këtë moment, nuk do të ndryshojnë së afërmi, sepse për shkak të plojës si po ndodh, sanksionet do të shtrëngojnë edhe më shumë nga BE-ja, e cila ka bërë thirrje vetë për mbajtje ato klasike. Shefja diplomacisë sot paralajmëroi për shtrëngime të tjera. Pra do të thotë që ekonomia nuk do të përmirësohet, dhe nëse ekonomia nuk përmirësohet, revolta sociale mbytet me armë në një moment, por nuk asfiksohet në mënyrë totale, do të thotë që është një krizë që është tu për të ndëjtur, dhe derisa të marrë një zgjidhje, nuk ka për të patur fjalën fund. Nga ana tjetër, inkurajimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit vjen si pasojë e një vizioni shumë më të gjerë të lindjes mesme. Do me thënë, një rishtikim komplet.